Nëse dikush është vazhdimisht në mendjen tuaj, atëherë 3 gjëra po ndodhin për atë person në të njëjtën kohë. A keni menduar ndonjëherë pse disa njerëz nuk largohen kurrë nga mendimet tuaja? Pavarësisht se çfarë bëni, pavarësisht se sa larg janë, prania e tyre mbetet në mendjen tuaj. Si një këngë që refuzon të ndalet. Provoni të shpërqendroheni. Punoni, rrotulloni, flisni me të tjerë dhe pa pritmas emri i tyre, fytyra e tyre, buzëqeshja e tyre shfaqen përsëri. Nuk i telefononi, nuk u dërgoni një mesazh, dhe megjithatë ata kurrë nuk ju lën vërtet. Miku im, nëse dikush jeton për herë në mendjen tuaj, nuk është rastësi, nuk është një obsesion, nuk është një dobësi, është një lidhje. Një lidhje shpirti më e thellë se logjika, më e fortë se distanca dhe më e pastër se fjalët. Dhe kur ndodh kjo, kur dikush qëndron në mendimet tuaja gjithë kohës, 3 gjëra të fuqishme ndodhin për atë person gjithashtu. Le të shkojmë thellë. Le të kuptojmë botën e padukshme midis 2 shpirtrave. Pjesa e parë, energjia juaj arrin tek ata. Mund të mendoni se mendimet tuaja janë të qeta, se askush nuk i dëgjon ato, se ato mbeten të mbyllura në kokën tuaj, por mendimet janë energji, dhe energjia, miku im, udhëton. Çdo herë që mendoni për dikë me emocione të forta, dashuri, dhimbje, dëshirë, kujdes, mendimet tuaja bëhen vibracione që lëvizin përmes universit, dhe ndonjëherë këto vibracione gjejnë rrugën e tyre për këtë person. Kjo është arsyeja pse ndonjëherë ndodh që sapo mendoni për ta, ata ju telefonojnë, ju shkruajnë, ose pa pritmas shfaqen. Kjo nuk është rastësi, është një marrëveshje energjetike. Ju dërgoni sinjale nga zemra juaj në të tyre, dhe kur shpirti i tij vibraton në frekuencën tuaj, ai merr këto sinjale. Ata mund të mos kuptojnë pse pa pritmas duhet të mendonin për ju, pse ndjenin diçka në gjoksin e tyre, ose pse nuk mund të flinin atë natë, por është sepse energjia juaj i preku ata. Ndonjëherë, edhe për shumë milje, ata mund t'ju ndjejnë. Ndoshta ndjejnë një val ngrohtësie, një kujtim të papritur, një tërheqje emocionale të paqartë. Kjo është e vërteta e parë. Nëse dikush është vazhdimisht në mendimet tuaja, energjia juaj arrin tek ai person. Nuk keni nevojë të qëndroni përballë saj për të qenë të lidhur. Nuk keni nevojë të flisni çdo ditë për të ndjerë afërsinë, sepse shpirtrat komunikojnë në heshtje zemra flet gjuhën e saj, që vetëm një tjetër zemër mund ta kuptojë. Një histori e vogël. Njëherë, kishte një grua që nuk mund të ndalte së menduari për një burr që kishte dashuruar dikur. Kishin kaluar vite. Ata shkuan në rrugët e tyre të ndara. Ajo kishte jetën e saj të re, ai kishte të tijën. Por çdo natë para se të flinte, kujtimi i tij kthehej jo në dhimbje, por në paqe. Dhe diku në një qytet tjetër, burri u zgjua në orën 3 të mëngjesit, ndjeu një ndjenjë të papritur që nuk mund ta shpjegonte. Ai mori telefonin e tij celular, pa imazhin e saj të ndriçuar në një kujtim të vjetër, dhe pëshpëriti, pse po mendoj për të sonte. Ishte energjia e saj që arriti tek ai. Ky lidhje e padukshme ende ekzistonte midis tyre edhe pas viteve të heshtjes, sepse lidhjet e vërteta kurrë nuk zbehen. Ato vetëm shndërrohen në energji që udhëton përmes kohës dhe hapësirës. Pjesa e dytë, ata mendojnë për ju gjithashtu. Dhe këtu bëhet edhe më thellë. Çfarë nëse arsyeja pse ata janë vazhdimisht në mendjen tuaj është sepse ju jeni në të tyren gjithashtu? A e keni përjetuar ndonjëherë këtë? Mendoni për dikë pas një kohe të gjatë dhe pa pritmas ata ju shkruajnë. Nëse ëndërroni për dikë dhe ai person shfaqet ditën tjetër në një mënyrë ndoshta online, ndoshta në një kujtim, atëherë nuk është rastësi. Kjo është një lidhje që funksionon në të dyja drejtimet. Shpirtrat tanë janë si pasqyra. Kur një shpirt mendon për një tjetër me emocione të thella, tjetri e ndjen atë gjithashtu. Kjo është arsyeja pse disa njerëz nuk shfaqen në mendjen tuaj rastësisht, ata thërrasin energjinë tuaj. Ndoshta ata ju mungojnë, por nuk mund ta thonë. Ata mund të mendojnë për ju, por mbeten të heshtur. Ndoshta ata ende e kanë emrin tuaj në zemrat e tyre, edhe pse pretendojnë se janë lëvizur përpara. Por ju e ndjeni atë.
Shpirti juaj e di atë, sepse kur dy shpirtra janë të lidhur, distanca, koha dhe heshtja nuk kanë rëndësi. Zemrat tuaja komunikojnë, edhe nëse gojët tuaja nuk e bëjnë. Po, ndonjëherë kur nuk mund të ndaloni së menduari për dikë, është sepse ata mendojnë për ju gjithashtu me të njëjtën thellësi, të njëjtën emocion, të njëjtën dëshirë. Dhe edhe nëse nuk e shihni atë, ky urë e padukshme midis zemrave tuaja mbetet e gjallë. Një histori e vogël. Një djalë njëherë e donte një vajzë me gjithë zemrën e tij, por jeta i ndau rrugët e tyre. Vite më vonë, djali kishte sukses në jetë, por diçka gjithmonë ndihej e paplollë. Çdo natë ai mendonte për të qeshurat e saj, qetësinë e saj, sytë e saj. Dhe diku në anën tjetër të botës, kjo vajzë papritmas ndjeu emocione që nuk mund t'i shpjegonte. Ajo e kujtonte atë në momente rastësore ndërsa gatuante, duke ecur, duke dëgjuar një këngë. Kjo është fuqia e lidhjes. Ai mendonte për të, ajo e ndjente atë. Ata nuk flisnin, por shpirtrat e tyre ende flisnin. Kjo është ajo që ndodh kur dikush është vazhdimisht në mendjen tuaj. Mendimet tuaja lidhen përmes frekuencave të padukshme, sepse dashuria, edhe kur është e heshtur, vazhdon të rezonojë. Pjesa e tretë, universi dëshiron t'ju thotë diçka. Ndonjëherë, kur dikush vazhdon të shfaqet në mendjen tuaj, nuk ka të bëjë vetëm me emocionin ose lidhjen. Është një mesazh nga universi. Universi komunikon në mënyrën e tij. Ai nuk bërtet, ai përshpërit përmes ndjenjave, shenjave dhe përsëritjeve. Kur një emër përsëritet përsëri e përsëri, kur fytyra e saj shfaqet përsëri e përsëri në ëndrat tuaja, nëse kujtimi i tyre po godet zemrën tuaj, edhe pasi keni provuar të harroni ata, atëherë universi po përpiqet t'ju thotë diçka. Ndoshta ju ende keni diçka të papërfunduar me këtë person. Ndoshta i detyroheni vetes falje. Ndoshta ju nevojitet një diplom, ose ndoshta ky person është pjesë e fatit tuaj. Mendimi i vazhdueshëm nuk është një ndëshkim, është një shenjë që thotë, mos e injoroni këtë lidhje, ka ende diçka për të mësuar. Një histori. Një plak mendonte për mikun e tij të fëmijërisë çdo ditë. Ata nuk ishin parë për 40 vjet. Një ditë ai vendosi ta kërkonte atë thjesht për të ditur si ishte. Ai e gjeti atë, dhe kur u takuan, ajo tha, mendova për ty çdo ditë, por mendova se ti më kishe harruar. Të dy qeshën me lot në sytë e tyre. Universi kishte përshpëritur për ta për vite se disa lidhje kur nuk përfundojnë. Pra, nëse dikush qëndron në mendjen tuaj për një kohë të gjatë, mos e pyesni vetëm veten, pse nuk mund të ndaloj së menduari për ta. Në vend të kësaj, pyesni, çfarë po përpiqet të më mësoj ky mendim, sepse universi nuk përsërit emra pa arsye. Çdo mendim, çdo kujtim, çdo emocion mban një mësim, një drejtim ose një bekim të fshehur. Momenti i reflektimit. Mbyllni syt për një moment. Mendoni për personin që jeton në mendimet tuaja. Mos e luftoni atë. Mos bëni pyetje. Thjesht merrni frym dhe pyesni veten, çfarë do të thotë kjo lidhje për mua? Çfarë më mëson ajo? Është dashuri, falje, rritje apo lëshim? Ndonjëherë mendimi për dikë nuk ka të bëjë fare me ta, ka të bëjë me ju. Për atë që shpirti juaj ka nevojë për të shëruar, mësuar ose lëshuar. Prandaj mos ikni nga mendimi, përqafojeni atë. Kuptojeni atë. Dëgjoni atë që zemra juaj dëshiron t'ju thotë. Mendimi përfundimtar. Nëse dikush është vazhdimisht në mendjen tuaj, mbani mend këto 3 të vërteta. Energjia juaj arrin tek ata ndjejnë emocionin tuaj, edhe nga një distancë. Ata gjithashtu mendojnë për ju, lidhja e padukshme midis shpirtrave tuaj vazhdon. Dhe universi po ju dërgon një mesazh, ka një arsye pse nuk mund ta harroni. Mos e shihni këtë lidhje si dhimbje, por si qëllim. Ndoshta ata nuk duhet të qëndrojnë, por të zgjojnë diçka në ju. Ata mund të mos jenë pjesë e të ardhmes tuaj, por ata u dërguan për të përgatitur zemrën tuaj për të. Çdo mendim ka një arsye. Çdo lidhje ka kohën e saj. Dhe çdo person që kalon në mendjen tuaj mban një mesazh nga universi.
Pra, nëse dikush nuk dëshiron të largohet nga mendimet tuaja, buzëqeshni butësisht dhe thoni, tani e kuptoj. Nuk është vetëm mendja ime. Ky është shpirti im që e mban mend, sepse shpirtrat kur nuk harrojnë njëri tjetrin. Edhe nëse koha, distanca dhe heshtja i ndajnë ata e gjejnë përsëri njëri tjetrin në mendime, në ëndrat, në ndjenja. Dhe ndonjëherë dashuria e vërtet jeton pikërisht aty, jo në të tashmen, jo në fjalë, por në qoshet e qeta të mendjes tuaj, ku kujtimi i saj ende ndjehet si shtëpi. Nëse dikush ka qenë në mendjen tuaj kohët e fundit, kjo është shenja juaj që kjo lidhje ende ekziston diku, ndonjëherë. Ata mund të jenë larg, por mendimet tuaja janë ura. Dhe sonte, kur të mendoni për ta, ata mund të ndjejnë papritmas ngrohtësi në zemrën e tyre, pa e ditur se ju sapo keni menduar për ta. Kjo, miku im, është sekreti i bukur i shpirtrave.